Në intervistën dhënë revistës franceze Le Point, kryeministri Edi Rama, pasi mohoi shumë problemet qeverisjes së tij dhe kontakte me shtetet jo mike, tha disa gënjeshtra që janë fakte të dukshme dhe zbuloi një skem favorizimi për trafiqet detare që nuk kalojnë në porta. Gënjeshtra e parë. Pyetjes përse po e privatizoni ishullin e Sazanit, këtë zonë strategjike ushtarake nyje ndërkombëtare, duke ia dhënë dhëndrit Donald Trump për resort, Edi Rama ju përgjigj se nuk është privatizuar, por është dhënë për investim turistik. E vërteta është se Edi Rama e ka hequr ishullin e Sazanit nga lista e bazave strategjike ushtarake dhe ligjërisht Jared Kushnerit i ka dhuruar 45 hektar për projektin e resortit, ndërsa de facto ja ka dhënë krejt ishullin për porte, jahtesh, aerodrom, mjedise shërbimesh dhe ndalon aktivitetet të tjera private e shtetërore në ishull, përveç klientëve për resortin e familjes Trump. Gënjeshtra e dytë, kryeministri Edi Rama deklaroi se Kina është një realitet i largët nga ne, mbasi Shqipëria është i vetmi vend evropian që nuk ka dhe nuk pranon investime kineze. E vërteta është se Kina ka shumë investime në Shqipëri, madje edhe në sektorët strategjik si koncesioni naftës me Bankers, zona të tjera nxjerrje gazi e nafte, investime ortakëri në 53 hecë, në koncesion minerar Kromi e Bakri. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet vllajit të tij Olsi Rama negocioi për t'i dhënë kompanisë kineze MPOS Limited koncesionin 100 milion euro të mbledhjes së TVSH së bizneseve. Ndërsa me kompanitë kineze Zhejiang Haiteng Investment Co e Beijing Dongrun Tongbao Technology Co nënshkroi koncesionin për park industrial në 500 hektar tokë shtetërore falas në Spital të Durrësit me afat shfrytëzimin 99 vite. Gënjeshtra e tretë, Edi Rama tha se Shqipëria nuk ka marrëdhënie me Rusinë dhe është i vetmi vend evropian që nuk ka pasur vizitë të nivelit të lartë nga Moska qysh nga viti 60. E vërteta është se më 8 dhjetor 2004 ish ministri i jashtëm i qeverisë socialiste Kastriot Islami ftoi dhe priti në Shqipëri një delegacion zyrtar të Federatës Ruse të kryesuar nga ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, me cilin nënshkroi traktatin e miqësisë pa kushte mes dy shteteve dhe disa marrëveshje ekonomike, ushtarake e kulturore. Më 26 shkurt 2020, Edi Rama në maskën e kryetarit të OSBE-s shkoi në Moskë dhe u takua me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov, shoqëruar nga këshilltari i tij Baton Axhiu dhe gazetari Sokol Balla, ku loboi për takim me presidentin Vladimir Putin, por nuk e arriti. Më 22 shtator 2013, gjatë vizitës së tij të parë zyrtare si kryeministër në SBA, shërbimet amerikane raportuan se Edi Rama zhvilloi në New York një takim të fshehtë me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov. Më 20 prill 2018, kryeministri Edi Rama i dhuroi 800 hektar tokë shtetërore oligarkut rus Oleg Deripaska, të sankcionuar nga SBA për investim fermash bujqësore e resortesh në Divjak, shtuar 68 hektar toka më 30 dhjetor 2025, ndërsa në Vlorë ka dhënë koncesion për hidrocentral, favorizimi i trafiqeve detare. Për pyetjen nëse në ishullin e Sazanit ka postë ushtarake vërtetuese ndërkombëtare, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria nuk ka nevojë për këtë ishull si postë strategjik ushtarak, por është një radar minimal pothuajse i padukshëm. E vërteta është se deri në muajin qershor 2015, në ishullin e Sazanit ka qenë instaluar dhe me shërbim aktiv një bazë e fuqishme radarësh, ndërsa tani është lënë formalisht një radar i thjeshtë. Përveç se radari ka kapacitet të vogël të kufizuar e pa regjistrim të dhënash për lëvizje detare, shumicën e kohës është jashtë funksionit për shkak të defekteve që nuk riparohen, por edhe fiket qëllimisht për të lejuar e mos raportuar trafiqet.